uji, ku të shtjen me pi e të shtjen me hangër. Ujt e bukur, ujt e mirë, ujt e shishëm, e pas kanë zeno mirë. Kësajt e pas kanë shtyë rrugën. Pjesë e rrugës e Dugaives, ku shpresojmë edhe ne që nuk na gënjejnë qeveria së bashku me komunën për destinimin e rrugës Dugaives, ku vërtet u i dhanë 157.000 euro, mirë po punë të ngecën, që 2 herë ne u gënjym, u nis 2 herë me ka 1 kilometrë gjysë rrugë, e prap ngecin ta. Nuk dën askush nga tenderat të fillon rrugën të poshtë. Ashtë e çuditshme se këtu tenderat po kishin dëshirë me fituar shumë. Mirë po njap jo them. Në Zvicër nëse 100.000 e fiton 10.000 frankshin është pasunia më e madhe e tenderit. Këtu nuk pëjdojshin 10.000, po pëjdojshin për 100.000-ve spaku në 10.000 me fitua personi. Kjo është lojë e pa ndershme edhe në lidhje me tenderin, edhe në lidhje me bunduzherin. Shisa bunduzherat që vërtet e kishin çmimin më astronomik në planet. Mirë kishë qenë që rrugova me pas një bunduzher të vetin për nevojat e veta. Me lënë një njeriu të besueshëm dikun, kryetarit komunës apo nën kryetarit, edhe me thonë, paguje shoferin e del e qele rrugën, o shofer i bunduzherit. E jo bunduzheri më konë maj zoti se sa shoferi edhe se sa krejt rrugova. Këtu bunduzheri me shoferin po luishin me krejt rrugovën. Ku të kanë qef, 200 euro, 300 euro ora. Kjo është çmenduria e këtij shekullit në rrugovën tonë, në qeverin tonë, në agjencin qeveri, apo në qeverin agjenci. Ju përshëndes nga rrugova i juji përsëri syl mujej, ku hyme e ngerla, hyme e ngryken, ku është dasht që mbas fillimit, që mbas përfundimit luftës, kjo të qelet për turistat, e jo arat e bukës të shkatrohen në Kosovë. Shish për vendeve, e ky vend, po t'i kishte rrugën e mirë, do të kishte turista nga mbar trojet tona edhe jashtë trojeve tona. I lufsim agjencinë qeveri, apo qeverin agjenci, që të kontriboj në turizmin, në zhvillimin e turizmin, në bjesht më të bukura të Ballkanit, të rrugovës tonë, ku vetëm Zoti si ka ditë i ka krijuar. Jem ka shkojmë në drejtim të yjeve, ku yjet preken me dorë, atje quhet Dugaive e thot. Por e mirë, që mendojmë që do të ketë edhe ujin, sikur gjithë në katunet tjera, edhe rrugën, sikur gjithë popuj tjerë. Lusim energjit pozitive të komunave, të qeverive, të kontribojnë, e mos në rajnë, e mos në manipulojnë për një votë cilën vërtet, nëse ndreshin rrugën, do të kenë edhe votën tonë. Apo jo, Olti, nëse ndreshin rrugën, do t'japim votën. Nëse jo, nuk do t'japim votën. Vota është e shajtë, po ai si kontribon për hapjen e rrugës dhe ujit për Dugaive tonë. Rruga ka qenë më orë këtu diku. Këtu erdhë me të Qireqanet, që shë kem qujtë, ku duhet me ra prej pjesës masive të leshjeve të Dugaives, edhe me mrinjë diku pikrisht këtu ku që tash përshojmë këtë pjesën për para neve. Për mbiket maja e malit, edhe rruga duhet me ra këtu të poshtë, edhe me dalë këtu ku e kem para veti Qireqanet e vjetra të Dugaives. Ju njoftoj përsëri nga Qireqanet e Dugaives ku do të më kryej rruga e pikës caktuar prioritet mbi prioritetet që dhanë 157.000 euro komuna dhe qeveria e Kosovës, Ali Berisha edhe zoti Mujota, që përsëri i falenderojmë mbas 2 vite asa që u bën iniciativa, por ngecën punë. U qel 2 herë, ka 1 kilometër gjysmë rrugë, e përsëri u ndërprej, është e çuditshme kush po lun me ne. Lus na përkrahin mos të ngecin ma. Me përshëndetje përsëri nga qafe e bukur, syl mujej, ku këtu ndohet rruga Dugaiv Gunisht apo Dugaiv Koshutan. Ta shpeshojmë dhe aty do të ndërprej videon, e shihen përsëri
e në rafshin, aty ku është njës rruga e në Dugajim, të leqet e Dugajimës. Pra këtu diku edhe pak metra ndahet rruga Dugajim Koshutan. Leqet tjetër edhe pak Duroni të dashur miq, këtu diku është ndamja e rrugës, këtu shenja Dugajim, pra vetëm pak të jap një shenjë, pra këtu përpara është rruga e Dugajimës, si e pas kanë shtremnua, e pashin vetën në qafë duke mbajt mirëmbajtjen e rrugës. Këtu është tabla e Dugajimës, shisi e kanë shtremnua, e kanë varfnua, pra këtu gjinet fshati Dugajim edhe Koshutan. E atje nalt përballë është atje ku nis rruga. Rruga do të niset nga kjo pamje që kemi përpara, vjen nga mbas kësaj bjeshkës edhe vjen këtu poshtë në fund 200 metra ma poshtë. Pra nuk ka rrezikshmëri, për vetëm një gurit që gjinet nalt, një guri vogël që këta peqyt të rrezikshme apo shpel. Ju pas ka dal një shpel, një 5-6 metra, edhe nuk po dun me hy. Ju lufsim të hynë në shpel në atë gur e të qelet rruga. I juj syl muje ku ndamen për rrugën Dugajim jonë.